Lavdi dhe falendrimet të takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vazan Allahu xhaleshanuhu muslimanëve u ka dhënë raste të ndryshme si ata të fitojnë. Ja tash jemi në muajin Dhilhijja. Për muajin apo për 10 ditët e Dhilhijjes, Allahu xhaleshanuhu thot edhe në surën Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, pra betohet Allahu xhaleshanuhu. Thot pasha agimin, pasha dhe ditët. Dietarët thonë më shumë 10 ditët o dhëtë të Dhilhijjes. Fjala është. Kuptohet aty hin edhe dita e Arafatit, ku është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e Arafatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjerimi i ditës së Arafatit është shlyes i gabimeve të një motit përpara dhe shlyes i gabimeve një vjet që vjen pas. Para mendoni çfarë mundësie, çfarë rasti të volitshëm kina. Pastaj nëse mendohen ne pak e analizojmë se pse Allahu xhaleshanuhu është betu për këto 10 ditët. Është betu se me të vërtet këto 10 ditët kanë vlerë të madhe të Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu veprave të mira që bëhen në këto 10 ditë u ka dhënë rëndësi të madhe, shpërblim të madh. Sa që tregohet në një hadith të cilin e transmeton Buhariu, thot nuk ka ndonjë ditë ku njeriu mund të bëjë vepra të mira sikur në këto 10 ditët. Dikush prej sahabëve ka qenë prezent aty dhe i thot: ja Rasulullah, e as gjihadi nuk mund t'u shkoje, t'u kaloje atyre veprave që bëhen në këto 10 ditë, veprave të mira. Thot, walel gjihad, e as gjihadi, thot, nuk e ka vlerën më të madhe se këto ditë, se veprat që bëhen në këto ditë. Përveç, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu del me pasurinë e tij, edhe me veten e tij del edhe për hir të Allahut, kuptohet dhe nuk kthehet. Kjo ndoshta do të thonë kjo mundën të jetë maseva. Por ndryshe, do të thonë veprat e mira janë shumë të vlefshme në këtë ditë, apo në këto 10 ditët. Por ka diçka. Për me qenë njeriu të fitoj këto sevape për të cilat flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk mund të arrihen në ndonjë ditë tjetër, përveç 10 ditëve të Dhilhijjes, njeriu ta shembullojmë, është si një enë. Ajo enë është zemra e njeriut. Ai atë duhet ta pastroje. Mos lejoje që në brendin e asaj ene, do më thënë në zemrën e njeriut, të fut gjërat të cilat e ndotin atë, do më thënë gjunahet. Sepse ne e dim, nëse për shembull e marrëm një enë, edhe ajo ena ka fllitësira brenda, edhe ti pastaj çka bën? Mbi ato mundohesh edhe gjëra të mira të futish, çka ndodhen? Me siguri se
edhe këto të mirat ndoten me ato të këqijat edhe ngelish dhe më thonë përsërit zero. Që do të thotë, njeriu, sidomos në këto ditë, do të thotë duhet bëje teube, që ato veprat e mira të kenë vlerë të madhe, patjetër duhet të shkull, apo t'i shkull gjunahat prej vetës së vetë njeriu. T'i largoj, t'i menjanoj, në mënyrë që kur të bëje vepra të mira, atër ajo enë është e kite pas të mbrenda. Pse ka bo të ube? Prandaj, do më thonë, dojë mos kërkohet që ne të bëjmë të ube për gjunaheve të cilat i kina bo. E sidomos, në mundësohet kjo në netët, në këto 10 ditë e Dhulhijhes, të mundohena, kuptohet në fillim do të thonë të ubën të bëjmë, edhe pastaj të bëjmë vepra të mira, qoftë duke i ndihmu dikujt, qoftë duke i shtu ibadetet të cilat i bëjmë. Për shembull, nëse ke lexu jashtë aktive të ditëve ka një xhuz, lexo di xhuza për shembull, ha? Apo nëse ke lexu një faqe, lexo 5 faqe më tepër, pra shtoj veprat e mira. Nëse ke bërë të smi vetëm ka 33 herë, i ke bërë të smit mbas namazit, atë çka bën edhe të smit tjera. Thuj la ilaha illallah 100 herë, thuj subhanallah edhe 100 herë, shtohe salavatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo moment, edhe ti në këtë mënyrë do të fitojsh vepra të mira, sepse veprat e mira në këto 10 ditët që janë shumë mëdha, pra fitimi jot është shumë i madh. Ngel edhe diçka tjetër. Çdo herë kur vijnë këto ditë, ne në për rrjetet sociale apo në përgjithësi dëgjojmë se duhet ne patjetër duhet mos i prejmë thojt, ose mos qethemi, flokët mos i presëm. Kjo si pas shkollës juridike, hanefite, nuk kërkohet. Do më thonë, nuk është e detyrueshme një gjë e tillë, apo nuk kërkohet një gjë. Prandaj, ne duhet të ndjekim atë që ne kanë thonë përpara hoxhallarët, sepse besoni se shumë të denjë kanë qenë ato hoxhallarët përpara. Besoni. Do më thonë, çdo mesele e kanë kullu mirë edhe pastaj va kanë tregu njerëzive. Edhe pra, nuk ka nevojë të mësohen e ne prej Google-it, apo pi qatit, tash edhe me qatin. Thot njëri, hinë qat, edhe mund të përgatitish dersin, mund të ketë në qat, nuk ka nevojë neve të mësojnë ato. Ose prej YouTube-s. Pra, problemi është nëse nuk e njeh atë hoxhën kush është, prejardhjen pi ku e ka prejardhjen. Atëherë, mos i dëgjo ato fjalë. Dëgjo hoxhat që të tregon për shembull, për këtë xhamia të tregon, se nuk ka nevojë të më thonë, tama mund t'i presësh, nuk ka kur një problem. Nëse për shembull, duhesh me çdo kusht shembull, ta praktikosh një gjë të tillë, duhet shumë më herët t'i kishe prej, jo të gërditish do një. Jo do të thënë mjekra e paregulluar ajo kjo, do të ajo nuk i gjanë muslimanit. Prandaj, edhe kjo do më thonë, është një gjë që duhet ta kina parasysh dhe ta bëjmë zakon. Do më thonë, meselet mos i marrën pi Google-it, as pi YouTube-s, e as prej qatit. Do më thonë, as se si, në mënyrë të prerë, shko pyjtë nëse kje do një diçka, do më thonë, për të pyjtë, nuk e kje qartë, shko pyjtë e hoxhën imamin që e kje atëj, a do të tregoje, si pas shkollës juridike hanefite, edhe nuk i asë një farë problem, e la inë ahsan al-kalamu ablagha nidham, kalamu Allahi l-Malik l-Aziz l-Mannan.